Sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë në smundshmërinë e gjithë popullit vet. Doani është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut. Është një zemër që është shpuar nga cigaria. Në moshën e re, ndikim të madh ka stresi, i cili është më i shfaqur. Kush është ushqimi më i keq për zemrën? Djami, sallamerit, fast foodet që përdoren çdo ditë më shumë, këto bëjnë dëm shumë të madh. Janë të rrezikshme pijet energjike? Po janë. Shqetësimi i parë numër 1 i infarktit është dhimbja. Dhimbja e gjoksit. Ekziston edhe mundësia që infarkti të ndodhi në qell të hapur. Gjinia maskullore është më e predispozuar për smundje koronare, nuk mbahet në shtëpi smuri me infarkt. Kur duhet të nisin kontrollet dhe sa shpesh duhet bëhen në mënyrë periodike? Cilat janë 3 gjëra që duhet të ndryshojë çdo i ri për të pasur një zemër të shëndetshme dhe të fortë? Moshë e re duhet të jetë aktiv, të mos bëjë jetë non sedentare.